organi që nuk flet asnjëri, por shumë i rëndësishëm. Në fakt flasin shumë veta, por ata që kanë lidhje me palestrën, ata që kanë lidhje me aktivitetin fizik, për fat keq unë mendoj se edhe ne mjekët duhet të flasim më shumë për këtë, që në fakt është një sistem, nuk është vetëm një organ. Është sistemi jon muskulor, që së bashku është me sistemin muskuloskeletal i ndërlidhur. Funksioni i tij është lëvizja, dhe siç e kam thënë, lëvizja është vitalitet. Në fakt, vetë sistemi jon muskulor, për mendimin tim dhe me fakte, është një përcaktues i vitalitetit të trupit të njeriut, sepse për një njeri që ka masë të lartë muskulore, përveç se ato lëvizjet, që sigurisht i kemi thënë efektet e mira, është i aftë, duke qenë se muskuli ka metabolizëm shumë të lartë, masë e madhe muskulore kërkon energji më të lartë, pra është aftë të metabolizoj një sasi më të lartë glukoze, një sasi më të lartë ushqimesh që ne i fusin trupit tonë. Për fat të keq, me kalimin e moshës, masa jon muskulore reduktohet, në qoftë se ne nuk e mbajmë në formë. Si për organet e tjera që ne kujdesemi rregullisht, duhet dhe për muskulin të kujdesemi rregullisht. Dhe si kujdeset? Lëvizja. Lëvizja është kyçi për mbajtjen e muskulit dhe për mbajtjen e skeletit gjithashtu në formë. Por jo vetëm lëvizja, muskuli kërkon edhe peshën. Prandaj kur më pyesin si janë ushtrimet më të rëndësishme, më të mira, gjimnastika apo ushtrimet me pesha, përgjigjja është e thjeshtë, duhen të dyja, sepse muskuli e kërkon peshën. Dhe siç po e thoja, rënja e masës muskulare quhet sarkopenia dhe lidhet gjithashtu me sëmundje të tjera kronike, për kombinimin që vjen dhe për shkak të mungesës së lëvizjes. Prandaj, me anë të lëvizjes, me anë të aktivitetit të rregullt fizik, mbani muskujt në formë.